Përshëndetje, unë jam Brikela Sullolari, antare e shoqatës Nexhat dhe pjesë e bordit drejtues. Shoqata Nexhat Albania dhe mbështetësit e saj shpreh shqetësim të thellë për gjuhën kërcënuese, akuzat e babazuara dhe presionet publike që ushtrohen ndaj antarëve tanë si dhe bashkëpunëtorëve tanë nga individ që pretendojnë se përfaqësojnë organizata ndërkombëtare. Letra dhe deklarata të tilla, të mbushura me kërcënime, të nënkuptuara, referenca ndaj saksioneve ndërkombëtare, raporteve sekrete dhe institucioneve të huaja, duke në qartazi si përpjekje për intimidim psikologjik, me qëllim friksimin të antarëve të shoqatës Nexhat dhe heqjen e zërave kritik. Shoqata Nexhat Albania është një shoqatë civile e cila ushtron aktivitetin e saj në mënyrë paqësore dhe transparente, në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe standardet ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Asnjë antar apo mbështetës i saj nuk duhet të kërcënohet apo të etiketohet si agent, kriminal apo terrorist, pa vendime gjyqësore apo prova të qarta. Përdorimi i emrave të institucioneve si OKB, Kongresi Amerikan apo Parlamenti Britanik, pa dokumente zyrtare të verifikueshme, ngre dyshime serioze mbi qëllimin real të këtyre deklaratave mbi identitetin e atyre që i shpërndajnë. Shoqata Nexhat Albania bën thirrje institucioneve shqiptare, mediave të pavarura dhe organizatave të drejtave të njeriut të hetojnë për raste të tilla presioni me gjuhë kërcënuese të cilat rrezikojnë klimën e lirisë së shprehjeve dhe sigurimin e individëve. Ne deklarojmë qartë se nuk do të friksohemi nga këto shkrime apo akuza të paqëna. Çdo përpjekje për të na hequr vetëm na forcon vendosmërinë tonë për të vazhduar aktivitetin në mënyrë paqësore, ligjore dhe transparente. Pra, në këtë deklarat, ne kuptojmë shumë qartë se këto mesazhe jo vetëm që nuk janë reale, por bien në kontradikt me vërtetësinë e tyre, duke menduar që janë të paqëna apo edhe falso. Shoqata Nexhat do marrë masa ligjore dhe do ta ndjekë këtë deri në ndjekje penale në gjykatë. Faleminderit.